që dëshira shumë e madhe është që Ballkani Perëndimor të hyjë. Zgjidhja më e mirë do të ishte që në vitet 90 badje, që nëse gjashtë Shqipëria ka marrë ftesë për Bashkimin Evropian, sepse koncepti i integrimit atëherë ishte i tillë, ishte i ndryshëm. Dhe nëse nuk do ndodhi zgjedhja e 26 majit, ne do të ishim ndoshta anëtarët e parë nga Ballkani Perëndimor ose nga gjithë Ballkani në Bashkimin Evropian, me një aleancë të fortë me Gjermaninë, që po na mbështeste. Por nuk ndodhi atëherë, për arsye të zgjedhjeve dhe pastaj të drejtave politike flasim. Po. Mund të ndodhë sot ku të drejtat politike po bëhen po harrohen dhe po mbyllen syt nga Bashkimi Evropian për drejtat politike të opozitës, sigurisht pastaj për zgjedhjet e jo të lira etj. Po. Çfarë i heqim? Problemi është që nuk janë të drejtat politike, janë ato kapituj që duhet të mbyllen, që vërtet do kërkojnë diçka. Do kërkohet ne me borxhin e jashtëm, të paktën është vetëm sektori që kemi ecur mirë, që është ulur. Por do kërkohet niveli i minimal i medicinas, niveli i varfërisë. Sa është kuota e varfërisë? Nëse kuota e njerëzve që janë të varfër, në kufit e varfërisë, bashkë, domethënë të varfrit dhe ata që mund të rrezikojnë të jenë të varfër, i kalon 40%, një vend nuk mund të jetë antar i Bashkimit Evropian. Këto janë standarde që mund të mbyllet goja. Dhe Shqipëria këtë e ka në nivel shumë më të lartë se 40%. Pra, një vend që ka këtë nivel ndotje nuk mund të jetë antar i Bashkimit Evropian, dhe Shqipëria nivelin ndotjes në të gjitha, në tokë dhe në det, në ujrave e ka shumë të lartë. Në infrastruktura, domethënë mos i marrim gjitha me radhë, por ideja është që është shumë e vështirë që këto kapitull mbyllen. Po ja, dhe gjitha që kërkojnë investime të mëdha për të kërkojnë investime të mëdha dhe kohë për të realizuar, dhe se të ketë vullnet dhe se mos ketë korrupsion. Por ju imagjinoni, janë hedhur miliarda euro në përgjithësisht në Shqipëri, dhe sot ka vetëm një qytet që ka ujësjellës, që ka ujë 24 orë, që është Korça, në stadion. Pra, dhe sepse aty nuk u ndërhyr nga shteti shqiptar, po nga projekti huaj i gjithi. Ne nuk kemi sot akoma në Tiranë, nuk kemi projekt japonez që na ka mbetur në mes, dhe të cilin vazhdojnë të jenë ato aty paratë e bllokuara, dhe vazhdojnë të jenë edhe ato impiantet e bllokuara në kombinat. Pra, e kuptoni që ku jemi ne apo jo? Nga 2015 deri në 2025, për 10 vjet na ka mbetur një projekt japonez në mes dhe janë të gjitha bllokuara. Po. Në ritmi i ecjes son është i tillë që nuk premton as 2 vjet, dhe as 4 vjet, dhe as 5 vjet. Dhe nuk besoj që një qeveri që për 12 vjet e mbajti peng ecurin në këto në çështje, jo në integrimin në Bashkimin Evropian, do i bëj këto për 2 vjet. Po, kalojmë të Kosova, kisha dhe çështje tjetër tani, po jemi pak ngushtë me kohën. Kalojmë pak të Kosova dhe pastaj rikthehem pak, se është e rëndësishme të diskutohet që tani ajo që po përvijohet për reformën zgjedhore dhe reformën territoriale, në fakt, ku nuk ka as konsensus, po njëra palë që është mazhoranca, duket se ka disa ide të qarta se ku do të arrijë. Po, shumë shkurt për Kosovën, çfarë pam Abilika nga këto zgjedhje vendore në Kosovë, që ende nuk kanë mbaruar, po duket se gjitha partitë dorën dhe thanë jemi mirë, ne jemi të parët këtu, dikush ishte i pari në një drejtim tjetër. Po çfarë?